Selam aleikum, thot, jam nanë 2 fëmijëve dhe kam denoncuar ish bashortin për maltretim. A kam bërë gjëna? Aleikum selam rahmetullah. Po dash me mpyt para se me e bë këtë gjë. Ta shë me thonë, me thonë mirë ja ke bosh, me thonë keq e ke bo, pa s'mund me thonë. Ti e dina ja ka vlet as e ka vlet. Kërkujt nuk bën me i bo zullum. Por, unë e shoh si opsionin e fundit, kur të gjitha opsionet hargjohen me denoncun polici. Pas kësaj, është problem me mbet mes bashkëshortëve diç. Për fat keq që tham këta. Nuk është kultura jona, nuk është edukat, nuk është mirësjellje e muslimanit. Qoftë mashallah për famën me hy këtyre ujrave. Unë nuk e shoh të arsyeshme. Të van njerëzve të mençur ndërhyn, ju pajtojnë, ju rregullojnë, ose edhe munda, nuk është nej nam i madh po tham, qysh është hajër, Allahu e baft. Mirë po, e fundit është kjo çështja. A ke bo gjuna, ndoshta s'ke bo gjuna. Pyetni hoxhallar të konsultoni para se me bë gabime të tilla.